Lulet janë ato që e zbukurojnë ambientin ku jetojmë, qoftë në dhomë, në kopësh, sepse krijojnë një disë tërheqës dhe ofrojnë shlodhje. Nga shekulli në shekull, lulet janë pjesë e familjeve të pasura dhe të varfra. Kujdesi dhe dashuria për to sa vjen e shtohet. Të marrësh një buqet apo vazë me lule si dhuratë është e çmueshme për cilin do nga ne. Si të rinjtë ashtu edhe të vjetrit, si shqiptarët ashtu edhe të huajt, i kushtojnë rëndësi dhe kohë luleve në oborret e shtëpive, por edhe brenda apartamenteve. Denada Loshi kalon një pjesë të mirë të ditës në dyqanin e luleve. Ajo shprehet se kujdesi ndaj tyre është shumë i rëndësishëm. Një element tjetër i pandashëm i lules është drita natyrale. Dhe mbas buqetave, kur kanë gjëra të veçanta, po dhe lulet me vaza i preferoj. Po më shumë mbas buqetave. Për buqeta kemi trëndafilin, gerberat, anastasiat që janë më të shuaj dhe liliumin. Edhe i marrim në Holland, nuk i kemi prodhimin e vendit. Të veçantat, këto që i preferojnë më shumë. Për brenda duhet që lulet për ambientin brenda nuk duhet t'i lëm, t'i rafi kondicioneri ngrohtësira. T'i njohim vetëm kur duhet tharë dheri, mos e njohim. Kur e ka të nevojshme mos e njohim gjatë gjithë kohës, ose ta kemi me ditë duhet ta shikojmë dherin pastaj ta njohim ç'është është i tharë. Mirë, po lulet duan një kujdes të veçantë në jetësinë e tyre. Ushqihen me pleh, dritë dhe me temperaturë pothuajse konstante. Pija e tyre kryesore është uji, i cili ju lëshohet direkt tek rrënja, si edhe spërkatja her pas hershme mbi gjethet apo lulet që ato lëshojnë. Një rol të madh luajnë edhe stinët në gjelbërimin dhe rritjen e tyre.